Viri i kishte 2 fjalë për shpat kasapin para se t'ja jepte vajzën, se fundi në një emision ishte i ftuar këngëtari Shpat Kasapi. Shpati është ndaluar edhe tek projekti i tij me titull Amaneti, duke treguar se kjo këngë ka të bëjë me amanetin e Virit të tij, ku i kishte thënë. Viri e shikoi Shpatin në sy të mbushur me emocion dhe i tha: "Shpati, para se ta marrësh Selven për gruan tënde, dua të them disa fjalë. Kjo nuk është vetëm një detyrë që merr, por një përgjegjësi e madhe dhe e shenjtë. Selva nuk është vetëm vajza ime, ajo është pjesë e zemrës time dhe kam kaluar vitet e tëra duke kujdesur për të, duke e mbrojtur dhe dashur me çdo hap të jetës time." Kur erdhi koha që ajo të rritej dhe të niste udhën e saj, e pashtë që ishte koha që ajo të merrte një partner, dikë që do ta donte dhe respektonte, dikë që do ta mbante në krah për gjithë jetën e saj. Tani ti je ai njeri, dëshiroj që ta dish se çdo hap që do të bësh për të, çdo vendim që do të marrësh për të, ka një pjesë të madhe dhe një përgjegjësi që është e patjetërsueshme. Do të kujdesesh për Selven, ashtu siç jam kujdesur unë për të. Do ta mbash në zemrën tënde, do ta mbrosh nga çdo e keqja dhe do të bësh gjithçka për të, për ta bërë të lumtur. Nuk është një detyrë e lehtë, por jam i sigurt që ti ke forcën dhe dashurinë që kërkohen për të qenë burri i saj, për të dhënë asaj atë siguri që ne i dham. Na ndiqni duke klikuar butonin subscribe për lajmet më të reja.